Mateo po bisedonte qetësisht me Brickenën, duke i shpjeguar një situatë që po bëhej gjiknia më e dukshme. Ai i tha se kishte vënë re një xhelozi të madhe nga edhesa ndaj saj, diçka që dukej në reagimet e saj. Mateo shpjegoi se xhelozia lind shpesh nga pasiguria kur dikush sheh tek tjetri diçka që e admiron. Këshilla e tij ishte e thjeshtë, mos ja var fare. Mos lejo që kjo situatë të shqetësojë. Ai theksoi se jo çdo provokim kërkon përgjigje, ndonjëherë heshtja është treguesi i pjekurisë. Sipas tij, edhesa po përpiqej të mbinte në sy, por pa reagimin e saj, kjo përpjekje do të dështonte. Dhe besimi është përgjigja më e fortë ndaj xhelozisë. Qetësia e bën një person të duket më i fortë. Mateo besonte se respekti për veten është thelbësor. Mos lejo xhelozinë në askujt të ndikojë te ti. Në fund, qetësia mbetet arma më e fuqishme për të përballuar çdo dramë të panevojshme brenda shtëpisë.